Krijuesi të rinj Korçar të së ardhmes është nisma më e re e Fondacionit Komunitar Korçarët ndihmojnë Korçarët, që synon të mbështesë të rinjtë e moshës 14 deri në 22 vjeç për të sjellë ide inovative në qytetin e Korçës. Të rinjtë ftohen të aplikojnë me projekte në fusha të ndryshme, si teknologjia, mjedisi, energjia, bujqësia, siguria, apo çdo ide tjetër që mund të ndikojë pozitivisht në komunitet. Kjo nismë synon të nxjisë dhe mbështesë të rinjtë, jo vetëm me këshillim teknik, por edhe financiar për të realizuar idetë e tyre. Ne kemi parë që Korça ka shumë energji të brendshme. Korça ka të rinj, aktiv dhe talentuar, të spikatur në shumë fusha. Qyteti për fat keq her pas here duket sikur flej, po t'ja lëvizësh pak sipërfaqen nënta shikon që zjen. Dhe ne pikërisht kësaj duhet t'i japim një shtys. Të identifikojmë këta të rinj me anë të kësaj thirrje, të përfshijmë mundësisht bashkë me prindrit e tyre në projekte krijuese, në projekte të cilat gjenerojnë shumë element të rëndësishëm qoftë të formimit, qoftë të kontributit që ata mund të sjellin me këtë proces, dhe mandej t'u japin një mundësi që këto t'i bëjnë në realitet, të kenë mundësi t'i shpallin, të kenë mundësi t'i tregojnë si vepra si krijimi të tyre. Mbi 50 të rinj dhe më shumë se 300 anëtar të komunitetit, përfshirë prindër dhe nxënës, pritet të bëhen pjesë e këtij projekti që synon të fuqizojë kreativitetin dhe iniciativën e brezit të ri. Afati i aplikimit për këtë program është deri më 31 mars.